إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatut që përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ja pra kjo është xumaja e parë pas muajit të shenjtë të bekuar, muajit të Ramazanit, ku e lutim Allahun Azza wa Jall që të na i ketë pranuar agjerimin dhe gjitha ibadetet brenda saj. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na ketë regjistruar në regjistrin e banorëve të xhennetit. Të nderuar vëllezër, pra muaji i Ramazanit ishte një sezon dhe një mundësi e besimtarëve në mënyrë që t'ju shumë fishohen veprat në këtë muaj dhe t'ju mundësohet pra të gjithëve besimtarëve pa dallim që të afrohen te Allahu Azza wa Jall me vepra ndoshta të pakta, por me shpërblime të mëdha. Nëse e bëjmë një statistikë të nderuar mesin e besimtarëve dhe thojmë që athu vallë sa prej besimtarëve janë ata të cilët kanë nisur veprat e mira dhe adhurimet ndaj Allahut Azza wa Jall, do të dëgjojmë një numër të madh. Mirë po fatkeqësisht nëse bëjmë një statistikë tjetër dhe thojmë athu vallë sa prej tyre kanë vazhduar në ato veprime dhe në ato ibadete, do të dëgjojmë pra një numër shumë të vogël. Pra dersi jon inshallah taala do të jetë pra vazhdueshmëria në veprat e mira gjatë gjithë jetës. Të nderuar vëllezër, një nga qëllimet e shpalljes hinore të Allahut Azza wa Jall është që të adhurohet Allahu Azza wa Jall, mirë po edhe që të vazhdohet në adhurim ndaj Allahut Jalla Jalaluhu. Allahu Azza wa Jall kërkoi nga besimtarët, nga ata të cilët i besuan atij, duke thonë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroni Allahun Azza wa Jall derisa t'ju vijë vdekja. Pra Allahu Azza wa Jall kërkoi nga besimtarët që të jenë të lidhur me Allahun në adhurim ndaj tij gjatë gjithë jetës së tyre. Allahu Azza wa Jall nëpërmes gjuhës së Isa alayhis salam tha: "Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Dhe Allahu Azza wa Jall me porositi që të fali namaz dhe të jap zakat gjatë gjithë jetës time. Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin e Kerim kur i përshkruajti banorët apo robrit e tij të mirë me cilësi të mira, tha innal insana khuliqa halu'a, njeriu në vërtet është i krijuar pra i likshtuar. Njeriu është i krijuar pra që të mos rrinë rahat në një gjendje stabile. Idha massahu sharru jazua, kur e godet ndonjë e keqja më njëherë likshtohet. Wa idha massahu al-khayru manua, dhe kur e godet dhe i vjen ndonjë e mirë ai bën të kopras ndaj saj më njëherë. Ka thonë illa al-musallin, përveç ata të cilët falin namazin, alladhina ala salatihim daimun, në namazin e tyre janë të përhershëm të vazhdueshëm pra. Allah subhanahu wa taala i veçoi besimtarët pra me këtë veçori atëherë kur tha se ato janë stabil pra. Po pse janë stabil pra në çdo gjendje cilët i kanoset? Për shkak se ato janë namazfalës të përhershëm. Ata janë namaz që e falin namazin dhe janë të përhershëm në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i këtill pra atëherë kur tha ahabbul amali ila Allahi adwamuhu wa in qall,
veprat më të mira dhe më të dashura te Allahu Azza wa Jall janë veprat e vazhdueshme edhe nëse janë të pakët. Është pyetur Aisha radiallahu ta'ala anha se cila vepër ishte më e dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ajo tha se veprat e vazhdueshme. Gjithashtu është pyetur Aisha radiallahu ta'ala anha, apo është pyetur se cila ditë, cila kohë ishte më e dashur për adhurimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai tha la kana amaluhu dime, thot veprat e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin të vazhdueshme, pra gjithherë adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë disa tekste shariatike të cilet aludojnë dhe na nxisin neve dhe na porosisin që të jemi adhurues të Allahut Azza wa Jall në mënyrë të përhershme, edhe nëse me sasi të vogël, pra mirë pa ajo çka kërkohet është të jemi të vazhdueshëm në adhurime. Të nderuar, kështu ishin edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po si mos të jenë kështu kur ata ishin të rritur në shoqërimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra Aisha radiallahu ta'ala anha, çdo vepër çka e shihte pejgamberin alayhi salatu wassalam duke e bërë, pra ajo nëse e niste atë vepër e vazhdonte deri në vdekje, derisa thonte unë i falsha 12 rekat salate duha, salate pra namaz paradite, namazi paraditës. Aliu radiallahu ta'ala anha çka thonte? Thot një natë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Aliu pra dhëndri pejgamberit alayhi salatu wassalam, erdhi një natë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam tek ne dhe hyri mes meje dhe Fatimës radiallahu ta'ala anhum ejma'in. Dhe tha po ja mësoj thot një dua dhe një dhikr. Tha kur të shkojni me ra me flet thujni këtë dhikr 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë thuni Allahu akbar. Dhe thot Aliu radiallahu anhu, thot dhe këtë dhikr se kena lon asnjëherë, derisa e pyeti njeri nga të pranishmit i than edhe në kohën në fitnën e Sifinit, në kohën pra një ngjarje që ka ndodhur në historinë islame, ka thonë edhe në këtë ngjarje, edhe në këtë fitnë pra se kum lon këtë dhikr asnjëherë kur kam ra me flet. Gjithashtu Ebu Huraira radiallahu ta'ala anhu na tregon dhe thot se një ditë në namazin e sabahit pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilalin dhe tha: "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Me trego për një vepër çka shpreson te Allah se Allah ta ka pranuar, po shkak se unë po i ndëgjoj zhurmën e Allahëve tua në xhennet. Tha Bilali radiallahu ta'ala anhu, tha ja Rasulullah, tha mendoj që është një vepër, po shkak se pas çdo namaz, pas çdo pastrimi dhe pas çdo abdesi unë që e baj, unë vetëm se fali prej nafileve aq sa Allahu Azza wa Jall më mëson që të fali, dhe kjo vepër pa është e vazhdueshëm. Pra veprat e vazhdueshme të nderuar ban vaki që njeriu në fusin në xhennetin e Allahut Azza wa Jall. E fusin në xhennetin e Allah subhanahu wa taala, edhe këtu ndoshta o dallimi mes neve, keni muslimanëve të kësaj kohe dhe sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po shkak se njëjti Kurani Kerim, njëjti hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato arritën shkallat e larta të imanit, ata arritën kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu, ata arritën pra përgëzimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishte në këtë botë, pra me përfilljen e këshillave të tij alayhi salatu wassalam, ndërsa na ngecëm po shkak se u banë musliman, edhe ato çka jemi u banë musliman sezonal, vetëm një sezon e adhurojmë Allahun Azza wa Jall, ndërsa kupton shumë sezona dhe shumë kohë tjera jemi neglizhent. Të nderuar vëllezër, pse ne thojmë që të jemi të vazhduar në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall? Për shkak se veprat nuk përfundojnë vetëm se me përfundimin e jetës së besimtarit. Thot Hasani, ej qaum al-mudawama, o ju popull, vazhdoni në veprat mira, vazhdoni. Fa inna Allah lam yaj'al li'amal al-mu'min ajalan dun al-maut. Për shkak se Allahu Azza wa Jall nuk ka përcaktuar kohë pra të afatizuar, kohë të saktuar për veprimet, për adhurime, vetëm se vdekjen. Pra me vdekje përfundojnë edhe veprat, derisa je gjallë, jemi të urdhëruar që ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Ju tha Ibn Mubarak se kur do ta përfundosh dhe kur do të ndalesh nga kërkimi i diturisë, ai tha se halas kam arrit ajo fjala që kam ban mua dobi. Kur ta arrit ajo fjala atëherë unë, cila është ajo thua ajo fjalë, pra fjala e dëshmisë në momentin e vdekjes. Të nderuar vëllezër, vazhdueshmëria në vepra gjithashtu është nga shkaqet më të larta që të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith qudsi nga i transmetuar nga Allahu Azza wa Jall, i cili tha men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb,
kush mangus mu një të dashur, thot ati, thot i kam shpall luftë. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. Dhe nuk afrohet të robi jem te unë më shumë se sa me ata çka ja kam bëu farz me farzet e Allahut. Dhe pastaj thot wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe vazhdon thot robi që të afrohet te unë thot me nafile, dhe vazhdon e cila aludon vazhdojshmëri. Pra vazhdon me nafile, qoftë edhe me direkat natës, qoftë edhe me direkat ditës, qoftë edhe me difaqe Kurani Kerim, mirë po gjatë gjithë jetës së tij, qoftë edhe me një dhikr të mbrëmjes të mëngjesit, mirë po gjatë gjithë jetës së tij, qoftë me një sadaka shumë modeste, qoftë edhe me gjysë hurme, mirë po gjatë gjithë jetës së tij, dhe shpreson kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu me ta, pra ai pra mundet që të jetë kjo vepër për shkak që të afrohet te Allahu azza wa jall, edhe mundet që kjo vepër bën shkak që Allahu ta don. Dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Allahu dhe kur ta du, pastaj unë jam dëgjimi i tij, i cili dëgjon vetëm halalin, shikimi i tij i cili shikon vetëm halalin, dhe dora e tij, komba e tij, zemra e tij dhe gjithë gjymtyrët e tij lëvizin vetëm nga ajo çka Allahu azza wa jall është i kënaqur dhe përfundon, dhe kështu që përfundon edhe jeta e besimtarit, ndoshta duke qenë Allahu azza wa jall i kënaqur. Të nderuar vëllezër, vazhdojshmëria në vepra të mira është nga shkaqet më të mëdha që të kemi një përfundim të mirë. Tha Allahu azza wa jall në Kurani Kerim: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata cilët mundohen në rrugën tonë, mundohen që të jenë të përkushtuar në rrugën tonë, qoftë edhe me vepra të vogla, por të vazhdueshme, të preokupuar për ahiretin dhe adhurimin ndaj Allahut xhelle xhelalu, thot na do t'i ndihmojmë pra në këtë rrugë, që të jenë pra të kapur në këtë rrugë. Dhe më vërtet Allahu është me bamirësit. Allah azza xhel ka cilësuar këto njerëz si bamirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilin transmeton Enesi radhiyallahu ta'ala anhu tha: "La alaykum alla ta'jabu bi ahad." Tha mos ju porosisje, mos të mahnitni me askënd, me adhurimin e askujt. Tha kur tha de hatta tanzuru bima yuhtamu la, derisa ta shikoni se me çka po përfundon ky njeri. Derisa ta përfundoni, ta shikoni se me çka po përfundon. Po shkak se njeriu thot vazhdon që të ban me një kohë prej kohëve vepra të mira që nëse vdes në këtë moment gjatë bërjes së këtyre veprave në këtë sezon, ai do të hyjë në xhennet. Mirë po njeriu na tham se njeriu të ndryshohen gjendjet e tij. Dhe pastaj thot ndoshta apguton ban vepra të këqija iyadhan billah dhe përfundon me vepra të këqija. Por ata thot ndodh dhe e kundërta. Ka prej pra dhe ndaj këtij pra mos me paragjikue. Thot ka prej njerëzve që bojnë vepra ndoshta jo të mira, që nëse vdes në këtë gjendje mundet me fut në zjarrin e xhehenemit iyadhan billah. Mirë po na pra e mbyll derën e paragjikimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe ndaj këtij s'ban me paragjiku për shkak se nuk e dim na se me çka do të përfundon. Pra mundet me ndryshu, mu pendu, mu kthita Allahu mu bu më i mirë sa i tjetri dhe me vinë në xhennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot me një rivayet tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha arada Allahu bi 'abdin khayra tahharahu qabla mauti." Allahu nëse ja don të mirën dikujt thot e pastron para vdekjes së tij. Tha ja Rasulullah, çka është e pastron para veprës, para vdekjes së tij? Tha amelun salihun yulhimuhu iyahu hatta yaqbida. Thot një vepër e cila inspiron, apo vepra të mira të cilën e inspiron para vdekjes së tij dhe pastaj e merr thot në këtë gjendje. Me një vetë tjetër thot nëse ja don Allahu azza xhel të mirën dikujt, thot asalahu, thot e mjaltson ose e ëmbëlson para vdekjes së tij. Thon ja Rasulullah, çka kjo e mjaltson para vdekjes së tij? Thot ja mundson pra e inspiron dhe ja mundson ja lehtëson që të ban vepra para vdekjes në mënyrë që të përfundon me vepra të mira. Elusim Allahun xhalla xhelalu që të jemi nga këto persona të cilët Allahu azza wa jall na furnizon para në fundin e jetës tonë me vepra të mira në mënyrë që ta përfitojmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo arrihet të nderuar vetëm nëpërmes këtij fenomeni pra vazhdojshmërisë në vepra të mira qoftë edhe pak. Pra duhet me dalluar apguton ngecjen apo rrëzimin ndonjëherë nga veprat e mira për shkak smundjes, për shkak udhëtimeve, për shkak lodhive të shumta. Kjo është nganjëherë njeriu kur bie, kur lodhet, kur ngec, mirë po nuk do me thonë se është lëndje. Pra lërja është mi ja kthi shpinën veprave dhe mi bë terk. Ndërsa nganjëherë besimtari pse neglizhon, pse lodhet, pse është i smund, pse është udhëtim, pra neglizhon ai pra është ka mundësinë e dytë, pra ban që ki veprat e mira qoftë edhe nafilet i ban me një kohë tjetër në mënyrë që mos ta prishë renditjen e veprave të mira të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, vazhdimëria në vepra të mira të njëjtën kohë është shkak i shpëtimit ditën e Kiametit. Dhe të njëjtën kohë është shkak që ta fitojmë na
hije në arshit të Allahu Gjelle Gjelalu, ku nuk do të ketë hije tjetër pasisa Allahu Gjelle fi ula në ditën llogarisë. Ku gjithë njerëzimit do të thotë nefsi o Zot shpëto mu. Dhe do të mundohen që ta gjejnë një strehim. Pra e ke rastin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 lloj grupesh njerëzit do të hinë në ditën e llogarisë në hijen e arshit të Allahut azza wa jall. Pra njëri prej tyre është el imamul adil, pra udhëheci i drejtë. Udhëheci i drejtë pra aludon për vazhdueshmëri, i drejtë pra gjithherë, jo i drejtë vetëm një vit apo i drejtë vetëm një muaj e 19 muaj pra i padrejt. Pra kjo aludon vazhdueshmëri, një udhëheci i drejtë derisa të përfundon jetën e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon pastaj dhe thot: "O shabun nasha'a fi ibadati Allahi azza wa jall", njeri i cili thot arrit dhe zhvillue në ibadet ndaj Allahut xhelle xhelal, larg haram. Gjithashtu kjo aludon vazhdueshmëri, pra ajo rrit dhe zhvillue gjithherë, vazhdueshëm në adhurim ndaj Allahut xhelle xhelalu. O dhe thot: "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid", dhe njeri i cili zemra e tij është e lidhur me xhamin e Allahut xhelle xhelalu, me shtëpinë e Allahut është e lidhur zemra e tij, jo trupi i tij. Trupi i tij është i lëvizësh për shkak se ka obligime tjera, mirë po zemra e tij vazhdimisht është e lidhur me shtëpinë e Allahut xhelle xhelalu, edhe kjo aludon vazhdueshmëri, pra është i vazhdueshëm në këtë veprim. O rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, dhe di persona që duhen për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, ndahen pra bashkohen për Allahun dhe ndahen kur e lip nevoja për Allahun xhelle xhelaluhu, edhe kjo aludon gjithashtu vazhdueshmëri. Pra këto lloj grupe njerëzish, këto nuk janë që aludojnë vetëm një herë pas ka bën njeriu, por këto janë të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës së tyre dhe kanë përfunduar jetën në këtë gjendje. Pra këto shpresohet që të jenë te Allahu azza wa jalla, në hijen e arshit të Allahut xhalla fi ula. Gjithashtu të nderuar vazhdueshmëria në veprat mira është pra adresa e sinqeritetit, për shkak se li anna ma kana lillahi dama wa ittasal, ajo që ka për Allahun azza wa jalla është e vazhdueshme gjithherë, edhe ajo që ka nuk ka për Allahun azza wa jalla ajo është ndërprehet. Pra kjo tregon se vazhdueshmëria, kjo tregon se ti je i sinqert në adhurim ndaj Allahut xhelle fi ula. Gjithashtu të nderuar vazhdueshmëria në vepra është shkak i sigurisë nga tmerri i dunjos ahiretit, nga tmerri apo lodhja i dunjos ahiretit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban përgëzimi për ata që i pengon arsyeja që ti pengon pra nga një adhurim ditor apo i natës. Pra thot pejgamberi sa miqje për ata që janë të smuar ose janë udhtim, pra që Allahu azza wa jalla ja shkon veprat e plota. I thot me lajkeve, shkruajnë filonit veprat e plota për shkak se ai ishte i rregullt në adhurime, pra i rregullt në leximin e Kuranit ditor, ishte i rregullt në faljen e suneteve ditore të farzeve. Gjithashtu që kanë të lidhura me farzët e Allahut azza wa jall, ishte i rregullt pra namazin e natës qoftë edhe dy rekate. Mirë po i rregullt sot është i penguar nga kjo për shkak smujës, për shkak udhëtimit, për shkak lodhjeve të tepërta, shkruaja të plota për shkak se kjo është, nëse vetë pak ka mundësi, ki pra do të jetë i rregullt. Të nderuar vëllezër, si na të qëndrojmë në rrugën e Allahut azza wa jall të përhershëm, pra inshallah taala këtë do ta vazhdojmë në khutbën e ditë. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Të nderuar, si të qëndrojmë na të vazhdueshëm në adhurim ndaj Allahut xhelle fi ula. E para është nderuar, elementi i parë është që të kërkojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Por shkak se pa ndihmën e tij nuk bën asgjë. Por gjithçka në fakt, besimtari duhet me eduku vetveten që çdo sent i kërkon Allahu subhanahu wa taala, se gjithë wa ma tawfiqi illa billah, gjithë suksesi është nga Allahu subhanahu wa taala. Pra ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi një dua Muadhit radhiyallahu taala anhu, e cila vlen për gjithë ummetin kush don sukses. Pra e fillimisht në adhurim tha, thua ja Muaz pas çdo namazi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Thot o Zot, më ndihmo që të jem falendërues ndaj teje, që të jem përkujtues ndaj teje dhe të jem dhe banëm që ta baj adhurimin ndaj teje sa më të plot. Kjo pra aludon gjithashtu që të kërkojmë ndihmë, që të adhurojmë Allahun sa më mirë. Gjithashtu apo kupton nga shkaqet nderuar është duaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte mësuesi i njerëzimit, ishte pejgamberi i Allahut, ai donte që të mësonte në mënyrë praktike besimtarët se si duhet të kërkojnë nga Allahu dhe drejtohet atij. Ai tha gjithherë bante këtë dua aq shpesh, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, ma përqendro zemrën time në dinin tan, në adhurim ndaj teje. Kështu pra besimtarin nëse nin në vetvete lodhi dhe raskapitje nganjëherë dhe largim
Dhe largim nga adhurimet në të drejtohet Allahu xhelle xhelalu, thotë o Zot, më dashuro adhurimin ndaj teje. Ma lehtëso, ma mundso ya Rabbel Alamin, se unë po du. Unë po du të jem adhurues i teje i vazhdueshëm dhe kërkoj Allahu xhelle xhelalu, qofse ti e don këta Allahu xhelle xhelalu 10 herë don për ti të mirën, më shumë se sa ti vetvetes. Të nderuar, elementi tjetër është pra mu kujdes për zemrat e tona. Mu kujdes për zemrat e tona. Dhe për kujdesi aludon fillimisht ta kujton për që ta mbushmi zemrën tonë çka me veprat e saj. Cilat janë veprat e saj? Dashuria ndaj Allahut, frika ndaj Allahut, ikhlasi dhe sinqeriteti, takvalloku. Çka? Tjetër të nderuar, dhe këtu janë veprat e zemrës. Dhe të mundohemi që ta pastrojmë zemrën tonë nga gjitha smundjet e saj. Pse? Cilat janë smundjet? Smundjet janë hasedi, kibri, mendjemasia, iyadhan billah, dashuria ndaj dunjas, lidhja e zemrës me dikan posa Allahu xhelle fi ula, e kështu me radhë. Pra çka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemra është shumë e rëndësishme të nderuar. Për shkak se zemra është karshi gjymtyrëve të tjera, është sikur një komandant karshi ushtarëve të tij. Dhe ata e pasojnë pra komandantin. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ala wa inna fi al-jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu. Në trupin e çdo nga jo është një pjesë mishi, një copë mishi, nëse ajo është mirë, këtë trupi është mirë. Këtë trupi është mirë. Për ata dhe kjo është vendi që e shikon Allahu xhelle xhelalu. Këtu është vendi ku këtë veprat më të rëndësishme të dunjos ahiretit janë. Ku varet abguton ardhmeria jonë në dunjos ahiretit nga këtu, nga zemra. Për ata dhe për kujdesin më të madh besimtarit duhet që ta ketë këtu. Edhe nëse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse kjo thotë është fesad dhe e mush me smundje, jedhen billah. Dhe kjo reflekton pra në veprat e jashtme, menjëherë në gjymtyrët e tjera. Pra nëse doj me e ditë pasardhtinë e dikuj, shikoj gjymtyrët e tjera. Shikoj gjuha e tij çka fol. Sa i edukuar në gjuhën e tij, sa i edukuar në syrin e tij, sa i edukuar në dorën e tij, në këmbën e tij, në barkun e tij, çka shten në barkun e tij, apo hallat apo haramit. Ta disha kupton se kjo reflekton pasardhtinë apo ndoqjen e zemrës së tij të nderuar. Gjithashtu as-suhbatu salihah është nga elementet kyçe për të ndihmuar që të jesh i vazhdueshëm në vepra të mira, është edhe shoqërimi i mirë. Shoqëria e mirë. Shoqëria e mirë është shumë e rëndësishme për shkak se njeriu nga natyra e vet është imitues. Para ta godon ashtu kështu na po imitojmë. Bilet mundohemi të shoqërohemi me njerëz të mirë, njerëz që kanë dije fetare, me njerëz që janë në rrugën e Allahut xhelle xhelalu, me njerëz të suksesshëm, me njerëz të hajrit, me njerëz që kanë edukat në mënyrë që edhe na të stolismi dhe të marrëmi nga ata. Por shkak se na ashtu jemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha al mar'u ala dini khalili, njeriu që ndron në fe, në edukat në shokut e tij. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, do të shikon çdo njeri nga ju se kanë shoqëruar me kanë rrin. Kjo është shumë e rëndësishme për vetvetet e tona si prindër dhe për evladet e tonë që të jemi kontrolluesi tyre, por shkak se jemi përgjegjës gjithashtu. Në të njëjtën kohë element kyç tjetër është largimi nga haramat të nderuar. Për ata ka thonë Ibn Qayyim rahimahullahu taala, mjafton dënim për mekatim, për i mekatit që të laosh pengesë mes teje dhe adhurimit ndaj Allahut xhelle xhelalu. Është abguton, është ka të pengon mes teje dhe adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për ata dhe selefi kanë thonë wallahi, për një mekat shumë të vogël jam privu nga adhurimi i natës shumë net. Për ata abguton na është vështirësua adhurimi ndaj Allahut xhelle xhelalu natën dhe ditën nderuar. Janë vështirë për shkak se abguton na kanë kapluar, na kanë rrethuar gjitha mëkatet rreth ne. Shkojlusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall pra të jetë ndihmuesi jon për shkak se na dojmë që të jemi adhurues të Allahut, dojmë që të jemi besimtar të mirë dhe inshallah Allahu taala për pamundësitë tona Allahu azza wa jall pra nuk na merr në përgjithësi. Të nderuar ajo që kanë në fundit pra el-i'tidal mesataria në adhurime. Mesataria çka në vazhdueshmëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme me qenë mesatar në adhurimin ndaj Allahut xhelle xhelalu. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum min al-a'mali ma tutikun. Keni kujdeset dhe kapni veprat në ato çka keni mundësi mi bë. Pse? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith gjithashtu, men nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqarahu fima bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Ka thon, dhe kapni nga veprat apo kuton asa keni mundësi. Ma e mirë është e besimtarit me e boni një disa faqet Kurani Kerimit mbrenda ditës. Jep 5 gjuza i lexoj një herë dhe më 6 muaj se prej Kurani Kerimin. Apo çona një nat 5 sahat fal na kupton edhe më 6 muaj unë edhe vitrin nuk e lën pa e fal kupton. Jo. Allah azza wa jall veprat më dashura janë më të mira, më profitabile dhe më shumë çka lën gjurmë në zemrën e besimtarit veprat e pakta. Qoftë edhe dereqat,
qoftë edhe difaqe Kur'an për të vazhdueshme të nderuar. Kjo shumë është e rëndësishme, kapni nga veprat, nga adhurimet, çka jeni sigurt se mundi të vazhdoni ato. Dhe kështu që kujton thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra na i rekomandoi tha, edhe nëse nganjëherë nuk keni mundësi që t'i bani disa vepra për shkak të lodhjeve dhe smundjeve, thot atë mundi më i bëni një kohë tjetër. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ishte pejgamberi i Allahut, njeriu më i ngritur në gjitha aspektet, megjithatë ku ka pas rast ku natë nuk ka mujt me fal 19 rekata apo 8 rekata namaznate, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot gjithherë thot i ka fal paradite, pra 12 rekata. Vetëm se on kusht, nëse natën e kalon tek, pra ditën i le çift i fal namaz natë, këtë namaz në natës e fal ditën në mënyrë që mos ta lën belespaku shpërblimin e kësaj. Elusim Allahun azza wa jalla që Allah xhalla xhelaluhu të na ban më të mirë se sa ishim para Ramazanit. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që Allah të na ban të vazhdueshëm në adhurimin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që të jemi deri në vdekje kështu, siç kërkon Allah subhanahu wa taala, se kjo është shkaku. Kjo është në fakt edhe qëllimi i këtyre sezonave që Allah azza wa jalla na jep këtyre mundësive gjatë gjithë kohës në mënyrë që na ta kemi një përfundim sa më të mirë. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që Allah ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Elusim Allahun azza wa jalla që të na i bashkon zemrat në ata që Allah është i kënaqur. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.